pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala. Të dalësh fitimtar përmes luginës. Çdo luginë të jetë e mbushur, çdo mal dhe kodër të jenë të sheshuara, dhe vendet dredha të drejtuara, dhe vendet e vështira të sheshuara. Isaia kapitulli 40 vargu i 4. A jeni të dekurajuar? A ndjeni sikur lugina juaj është aq e gjatë dhe errët sa nuk do të arrini asnjëherë në maj? A keni menduar ndonjëherë nëse ja vlen e gjithë kjo? Nëse përgjigjja juaj është po, jeni mjaft normal. Asgjë më shumë dhe asgjë më pak. Shumë njerëz bëhen krishterë me idenë e gabuar rreth jetës së krishterë. Nuk jam shumë i sigurt nëse konfuzioni është rezultati i retorikës së atij që i ka inkurajuar ata të ndjekin shtegun e gëzimit, ose nëse kanë pritshmëri rreth udhëtimit si besimtar, sepse nuk e kanë lexuar asnjëherë librin e drejtimit, Biblën. Nëse do të më kërkoni të përshkruaja temën kryesore të letrave që vijnë te ne, me një fjalë do të thosha që është zhgënjim. Zhgënjim nga Zoti, nga miqt dhe nga rrethanat me të cilat jeta i ka përballur ata. Helen Rosenberg ishte një mjeke që e kaloi pjesën më të madhe të jetës duke shërbyer në Afrikë. Ajo nis me pritshmëri jo të vërteta për atë çfarë do të arrinte dhe se çfarë duhet bënte Zoti. Përmes dështimit dhe zhgënjimit, gjëra që mbase edhe ju po i përjetoni, ajo mësoi diçka në lidhje me besimin e vërtet në botën e vërtet. Në librin e saj Më jep këtë mal, ajo shkroi: Shpesh kam ndier që jeta ime ishte e lidhur me alpinizmin, me qëllimin e qartë për të arritur majën më të lartë. Shpesh kam mësuar që jam gjitur atëherë kur dielli ka shkëlqyer më së shumti, ka qenë i ngrohtë dhe frymëzues, dhe fytyra ime ishte drejtuar nga maja më e afërt që mund shija. Kur e kam arritur atë majë, jam gëzuar për arritjen dhe fitoren time. Më pas Helen thot: ndërsa zbrisja majën që i kisha ngjitur, duke shkuar drejt luginës midis maleve, shpesh gjendesha nën hijen e vet asaj maje që kisha shijuar. Këtë interpretoja si dështim dhe më së shumti më drejtonte në dëshpërim. Tani e shoh që isha gabuar në këtë lloj ndjesie. Të shkuarit poshtë ishte thjesht një lëvizje fillestare drejt vendit tjetër më të lartë, duke mos shkuar më asnjëherë në vendin fillestar. A e kuptoni se çfarë po thot Helen? Kur ju qëndroni dhe shikoni një varg malesh, ju shihni majat, duke mos u kuptuar që midis tyre ka lugina të gjata, diçka e errësuar nga hijet e majave të larta që ju sapo keni ngjitur. Kjo përkthehet si lodhje kur zgjoheni në mëngjes, duke u zvarritur në jetë, duke bërë marrëveshje me njerëz, duke zëvendësuar njerëzit në punë e duke u kthyer në shtëpi i raskapitur dhe i zhgënjur, për të filluar të nesërmen të njëjtin proces nga e para. Megjithatë, pjesa e rëndësishme është që ndërsa ngjiteni, ju nuk ktheheni më në vendqëndrimin fillestar, në pikën ku ishit para se ta nistit udhëtimin tuaj, pavarësisht nëse është ngjitja e një mali ose një ecje frymërore. Luginat nuk janë të bukura. Si mund të krahasohen me ajrin dehes, me pamjen gjallëruese në maj, me emocionin e fortë të arritjes tuaj ndërsa qëndroni në maj, qëllimin që keni përmbushur. Kështu është, por në lugin ne mësojmë rëndësinë e zvarritjes, të hedhjes së një hapi më tej, të përballjes me një ditë tjetër, të gjetjes së hirit Perëndis për të marrë fëmijët nga shkolla, për të përballur me trafikun dhe për të marrë me pezmatimet që hasnin në zyrën e punës. Ideja është që ka pak maja malesh në jetë, ku ajri është i pastër dhe ku ju jeni të mahnitur nga suksesi. Është në lugina që ne jetojmë dhe ndihmojmë të afërmit tan, që kuptojmë se hiri i Perëndis mjafton dhe që mësojmë t'ia besojmë atij nevojat tona. Siç e thotë edhe Davidi, edhe sikur të ecja në luginën e hijes së vdekjes, nuk do të kisha frikë nga asgjë e keqe, sepse ti je me mua. Shkopi yt dhe thupra jote janë ato që m'japin zemër. E gjejmë këtë tek Psalmi 23 vargu i 4. Dëshironi të dini më shumë se si Perëndia është me ju në lugin? Atëherë bëni një studim të 127 herëve kur është përmendur fjala lugin në Bibël. Jeta nuk ka të bëjë vetëm me emocionin e arritjes në maj. Kjo përfshin kënaqësinë e udhëtimit, duke ditur se Perëndia, që tashmë e ka përshkruar luginën, ecën me ju. Duke kujtuar këtë, kjo ndryshon gjithçka. Sapo dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radioviz7.net.